Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot, buzdetit kaltërosh, do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Në qoftë se dëshironi për lexime personale, mund të kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2025. Dhe fillojmë. Do të shohim energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Buzdetit të bukur në qytetin tim të dashur të Vlorë. Dhe fillojmë. Rota e fatit. Rota e fatit tregon që ju jeni një person me fat, ku keni një shëndet të mirë, keni dashurinë, keni bollokun, pra keni një jetë të lumtur. Fitoresha e kupave. Është një person shumë pozitiv, një person me një pastërti shpirtërore, e cila mban në prerë kupën e saj me bollok të mbushur plot. Princesha e monedhave, një femër e kompletuar, një nën e përkushtuar për familjen e saj në këtë atë mrekullueshëm, ku pritet që në prerjen e saj të ndodhë një mrekulli. Mund të ndodhë që mund të bëhet me një fëmijë në jetën e saj. Letra e dashurisë tregon që ju jeni shumë të dashuruar, keni një energji pozitive, një pasion, dhe keni një rrugë të gjatë për të bërë drejt kësaj majës së piramidës. Mbrojeni nga ky ëngjëll mbrojtës në univers. Kulla e monedhave është një letër shumë e mrekullueshme, që tregon që familja juaj, suksesi që keni në biznes, në punë, në shoqëri, është rrethuar nga njerëz pozitiv, nga bollok, nga monedha. Jeni të rrethuar në këtë oazë të mrekullueshëm me bollok, me qetësi shpirtërore, me paqe. Në dorë mbani këtë pullumin e paqes. Jeni një person shumë paqësor, që keni një qetësi të brendshme në pjesën e botës tuaj shpirtërore. Jeni të rrethuar pak nga njerëz të vegjël, me botë vogël, nga njerëz me mendje të vogël, nga njerëz të liçar. Por kullën tuaj ju gjithmonë e mbani të pastruar nga këta njerëz. Nga frëngjit e kësaj kulle, ju largoni gjithmonë njerëzit negativ. Dhe kur mërziteni në hijen e kësaj pene, ju gjithmonë kërkoni atë pjesën e një kupe të mbushur, e pjesën e qetësisë, pra të keni një person që të ripranë, dhe gjithmonë universi ju sjell këtë kupë dhe ju thot, mbushuni me pozitivitet dhe largoni mërzitjen që ju pllakos shpeshherë këtë trishtim dhe të mërzitje. Mbreti i kupave tregon që jeni një person që doni barazi dhe drejtësi në jetën tuaj. Katra e shkopinjve është një letër shumë pozitive, e cila tregon që ju të dy, pra ju me një person tjetër në jetën tuaj, jeni falënderues dhe mirënjohës universit për këtë shtëpi paqësore, për këtë jetë të qetë, të mbushur me lumturi. Jeni mirënjohës gjithmonë universit për këtë botë mrekullueshme ku jetoni. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit nga ky det i mrekullueshëm i qytetit të Vlorës.